Në këtë mënyrë është përcjellur udhëtari 3 milion që udhëtoi këtë vit nga aeroporti ndërkombëtar i Shkupit. Nexhat Kurt, drejtori general i TAV Maqedoni, deklaroi se aeroporti vazhdon të rritet duke u bazuar në numrat e udhëtarëve që vit për vit rriten. Ai tha se në vitin e parë të punës, vitin 2010, aeroporti ka regjistruar 684.000 udhëtar, ndërkaq fal punës së vazhdueshme, sipas Kurt, aeroporti sot ka përcjellur udhëtarin e 3 milion brenda vetëm një viti. Në vitin e parë kur e morëm aeroportin, në vitin 2010, vitin e përfunduam me 684.000 udhëtar, në vitin 2014 arritëm në 1 milion udhëtar, në vitin 2018 arritëm numrin e 2 milion udhëtarve, kurse sot e përsollum udhëtarin e 3 milion. Kjo e tregon vizionin ton dhe strategjin, por edhe bashkëpunimin ton me qeverinë, të cilën e kemi edhe partner. Në këtë konferencë, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski njoftoi edhe linja të reja nga Shkupi, tha se që nga formimi i qeverisë së re dhe pasardhjes së VMRO-s në pushtet janë regjistruar 21 linja të reja, të cilat Shkupin e bën qendër rajonale të rëndësishme. Ai ka njoftuar për linja të reja edhe në vitin 2026. Најавам неколку вести за 2026 година. Vini edhe mundësitë e reja dhe linjat e reja për vitin 2026. Shkup-Napoli, Itali, fillon me 6 prill të vitit të ardhshëm. Shkup-Budapesht, Hungari, gjithashtu me 6 prill. Ohër-Katowice, Poloni, fillon më 28 qershor. Ohër-Wrocław, Poloni, gjithashtu më 28 qershor. Dhe Ohër-Milano, Malpenso, Itali, gjithashtu më 28 qershor të vitit të ardhshëm. Mund të njoftojmë se edhe Austrian Airlines do të ketë linja të reja të rregullta nga Vjena për në Ohër. Këto janë shumë lajme të mira. Sipas drejtuesve të TAV Maqedoni dhe Ministrisë së Transportit, zgjerimi i kapacitetit dhe rritja e ofertës së destinacioneve pritet të ndikojë drejt për drejt edhe në përmirësimin e lidhjes rajonale dhe në rritjen e fluksit turistik.